Dashi, Mërkuri do t'ju jap më shumë energji dhe do t'ju bëjë të ndiheni të gjallëruar sot. Nëse jeni në një lidhje, do përjetoni çaste pasioni dhe emocione të fuqishme. Zemra juaj do ra fort nga lumturia. Nëse jeni beqar, takimet e sotme do jenë të veçanta, pasi do përballeni me ditë nga e kaluara. Në punë nuk do mungojnë sfida, por përkushtimi juaj do sjellë rezultate. Për të ruajtur financat në ekuilibër, shmangni shpenzimet e panevojshme. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi planet tuaja afatgjata. Një lajm i papritur mund t'ju ndryshojë rrjedhën e ditës. Demi, një ditë e favorshme ju pret sot. Nëse jeni në çift, do hapeni më shumë me partnerin dhe do diskutoni çështje të rëndësishme. Mbështetja e tij do jetë e madhe dhe marrëdhënia do forcohet. Beqarët do kenë mundësi të arta për njëllje të reja dhe interesante. Në punë do përjetoni pasiguri, por në fund do ja dilni me sukses. Ndihma e të afërmve do jetë e vyer. Financat do përmirësohen, ndaj mund të ndiheni më të qetë. Sot mund të merrni një propozim të ri që të ndryshojë rrjedhën e ditëve tuaja. Mos hezitoni të eksperimentoni me gjëra të reja. Binjakë. Sot mund të tregojeni pak të rezervuar me ata që ju rrethojnë, gjë që mund të sjellë disa keqkuptime. Nëse jeni në një lidhje, dëgjojeni me vëmendje partnerin dhe mos u shmangni bisedave të rëndësishme. Për beqarët, ndikimi i Venusit do sjellë takime të reja, një prej të cilave mund të kthehet në diçka më shumë. Në punë do e keni të vështirë të bashkëpunoni, por puna në grup do jetë çelësi i suksesit. Shmangni shpenzimet e tepërta për të mos vënë në rrezik buxhetin. Një person nga e kaluara mund të shfaqet papritur dhe t'ju bëjë të mendoheni. Merrni kohën tuaj për të marrë vendime të rëndësishme. Gaforja. Sot ndiqni arsyen dhe mos u ktheni pas. Nëse jeni në një lidhje, shfrytëzojeni çdo çast me partnerin për të forcuar lidhjen. Beqarët do takojnë ditë tërheqës, por duhet të jenë të kujdesshëm para se të ndërmarrin hapa serioz. Në punë do përballeni me projekte sfiduese, por falë ndihmës së kolegëve do arrini të kapërceni çdo pengesë. Financat mund të jenë të paqëndrueshme, ndaj tregohuni të matur me shpenzimet. Kujdes me shëndetin, sepse lodhja mund të ndikojë në energjinë tuaj. Një surprizë dhe një mik i vjetër mund t'ju ngrejë humorin. Luani. Me humor të mirë dhe vetbesim, sot do arrini gjithçka që dëshironi. Nëse jeni në një lidhje, pasioni do jetë në maksimum dhe do përjetoni momente të paharrueshme me partnerin. Beqarët do kenë takime të veçanta dhe mund të ndryshojnë statusin. Në punë do shpërbleheni për përpjekjet tuaja, madje mund të merrni një ofertë të re të favorshme. Financat do jenë të qëndrueshme, por gjithsesi mos e teproni me shpenzimet. Një udhëtim i papritur mund të vijë në horizon. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja, dikush po prek prej kohësh. Virgjëresha. Sot do çliroheni nga monotonia dhe do sillni risi në jetën tuaj. Nëse jeni në një lidhje, sqaroni çdo keqkuptim që të mund të shijoni qetësinë dhe dashurinë. Beqarët do ndihen ende të pavendosur për të krijuar diçka serioze, ndaj do refuzojnë disa mundësi. Në punë gjërat do stabilizohen dhe do ndiheni më të sigurt për të eksperimentuar. Financat nuk do kenë probleme, por pak kujdes do ishte i nevojshëm. Një mesazh i rëndësishëm do mbërrijë në momentin e duhur. Fokusohuni në prioritetet tuaja dhe mos e shpërqendroni veten. Peshorja. Sot do jeni të vendosur për të mbrojtur atë që ju përket dhe nuk do toleroni ndërhyrje. Nëse jeni në një lidhje, dita do jetë e bukur dhe plot harmoni me partnerin. Beqarët nuk duhet të krahasojnë çdo njëri të re me historitë të tjerëve, por të ndjekin ndjenjat e tyre. Në punë do tregoheni më të përqendruar dhe do arrini rezultate të mira. Financat do mbeten të qëndrueshme, falimenturisë suaj dhe këshillave të familjes. Sot është dita e duhur për të vendosur synime të reja. Një projekt i vjetër mund të rikthehet në vëmendjen tuaj. Akrepi. Sot nuk do jeni në humor të mirë dhe nuk do duroni dot kritikat apo lavdërimet e tepruara. Në çift, bisedat e hapura me partnerin do sjellin qartësi dhe mund të merrni vendime të rëndësishme. Beqarët nuk do jenë të gatshëm për të hyrë në një lidhje të re dhe do preferojnë vetmin. Në punë do hasni në kundërshtime, por mos hiqni dorë nga idetë tuaja. Financat do i menaxhoni me zgjuarsi, duke shmangur çdo problem të mundshëm. Një takim i papritur mund t'ju ndryshojë perspektivën për diçka. Ruani qetësinë dhe shmangni debatet e kota. Shigjetari. Për të pasur një ditë të qetë, mos u përpiqni të kontrolloni gjithçka. Në çift, dielli do sjellë harmoni dhe do thellojë komunikimin. Beqarët do kenë një mundësi të shkëlqyer për të njohur dikë të veçantë. Në punë duhet të jeni më të përqendruar dhe të hapur për sfida të reja.
Me financat, tregoni të kujdesshëm, pasi hëna mund t'ju shtyjë drejt shpenzimeve të tepërta. Një surprizë së këndshme do vijë nga një person i afërt. Mos lejoni emocionet t'ju pengojnë të mendoni qartë. Bricjapi. Sot do t'regoheni të përqendruar dhe nuk do lejoni që asgjë t'ju shpërqendrojë nga qëllimet tuaja. Nëse jeni në një lidhje, do ndiheni më të sigurt për të ndarë mendimet dhe ndjenjat tuaja me partnerin. Kjo do krijojë një lidhje më të fortë mes jush dhe do ju afrojë edhe më shumë. Beqarët do takojnë dikë interesant, por nuk do jenë të gatshëm të lëshojnë kontrollin. Në punë do hasni disa sfida, por falë këmbënguljes suaj do arrini të kaloni çdo pengesë. Financat do kërkojnë më shumë vëmendje, ndaj shmangni shpenzimet impulsive. Një ofertë e re mund t'ju vijë papritur, duke ju hapur dyert të rëndësishme për të ardhmen. Energjia juaj do jetë në nivele të larta, ndaj përfitoni për të realizuar gjëra të mëdha. Ujori. Sot do ndiheni të lirë për të shprehur veten dhe për të ndjekur pasionet tuaja. Nëse jeni në një lidhje, dita do jetë e mbushur me emocione të forta dhe do arrini të thelloni marrëdhënien me partnerin. Një surprizë romantike mund të sjellë momente të paharrueshme për ju të dy. Beqarët do ndihen më të sigurt dhe mund të guxojnë të bëjnë hapin e parë drejt dikujt që u pëlqen prej kohësh. Në punë, idetë tuaja do vlerësohen dhe mund të merrni një mundësi të re profesionale. Financat do jenë stabil, por gjithsesi është mirë të shmangni rreziqet e panevojshme. Një mik i vjetër mund të rikthehet në jetën tuaj, duke sjellë kujtime dhe biseda të këndshme. Mos e refuzoni mundësinë për një udhëtim të papritur, sepse mund të sjellë përvoje të paharrueshme. Peshqit. Sot do jeni më të ndjeshëm se zakonisht dhe do keni nevojë për qetësi shpirtërore. Nëse jeni në një lidhje, partneri do t'tregojë më shumë kujdes ndaj jush dhe kjo do ju bëjë të ndiheni të dashuruar dhe të sigurt. Mos hezitoni të shprehni hapur ndjenjat tuaja, pasi do ndihmojnë në forcimin e lidhjes. Beqarët do kenë një mundësi të mirë për të njohur dikë të veçantë, por duhet të veprojnë me kujdes për të mos nxituar. Në punë do ndiheni të frymëzuar dhe do keni mundësi të realizoni projekte interesante. Financat mund të kërkojnë një menaxhim më të mirë, ndaj shmangni investimet e rrezikshme. Sot është dita ideale për të ndjekur intuitën tuaj, pasi do ju çojë në drejtimin e duhur. Një ëndër ose mesazh i fshehtë mund t'ju ndihmojë të merrni një vendim të rëndësishëm.